Zoti i madhruar e rregullon çështjen e krijesave nga qiejt në tokë, pastaj ajo materje dhe rregullim gjitet te Zoti. Çdo gjë është në menaxhimin e krijuesit, çdo gjë vjen nga lart poshtë, andaj do të jesh i lumtur ose i mirë, i pasur ose i varfër, i nderuar ose i poshtëruar, i ngritur ose i rrëzuar. Allahu i lartësuar drejton punët tuaja. Ndërkohë, ju jeni duke luftuar me ankthin, të zhytur në mendimet tuaja, të shqetësuar me brenga e duke ndjekur dëshirat tuaja e tjerë. Rikujto çdo herë se Allahu drejton punën tënde dhe sa i e di gjendjen tënde më mirë se ti. Mos ju bind. Allahu fuqiplot thot: mos dëgjoj atë zemrën e cilit ja kemi lënë mos përfillse ndaj përmendjes sonë e që shkon pas dëshirave të veta. Surja Kehf ajeti 28. Wala tuti'u an aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa. Mos harro. Nëse ulesh me njerëz të sinqertë, të mirë, të besueshëm, të sinqertë, të devotshëm e të ruajtur, të konsulto me njerëz të ditur, të zgjuar, të urtë, të arsyeshëm e të madh. Kujdes, ruaju nga ai që e mashtron veten dhe nuk e peshon ahiretin e tij. Mos gabo ta dëgjosh e ta pasosh. Mos ju bind dikujt zemrën e cilit e bëm të shkujdesur në përmendjen tonë, ndjek pasionin, ndërsa çështja